Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish në këndvështrim. Në takim të radhës do të flasim për urbanizimin dhe zhvillimin kulturor. Dy aspekte që shpesh lidhen me njëra tjetrën, por se tregojnë shumë për veçanërisht për ne shqiptarë, duke qenë se territoret shqiptare kanë kaluar në periudha të ndryshme, kanë qenë prezente perandori të ndryshme, regjime të ndryshme dhe ka gjurmë në to të çdo zhvillimi, të cilët janë tregues të një, po themi, statusi të veçantë. Do të flasim në mënyrë të veçantë për Durrësin, duke qenë se Durrësi specifikisht ka qenë një qytet, një rajon ku perandorit kanë lënë gjurmë të mëdha nga antikiteti, mesjeta dhe në vijim. Po a është zhvillimi urbanistik i një qyteti detyrimisht dhe një zhvillim kulturor, a është zhvillimi ekonomik edhe një zhvillim, po themi, social për qytetin? Për gjitha këto ne të mundohemi t'i kuptojmë përmes librit Durrësi urban para dhe pas pavarësisë kombëtare nga doktor Artan Kacani, planifikues urban, cili nuk kam nderin dhe kënaqësinë ta kem sot në studio. Profesor, mirë se vini. Falenderoj për ftesën. Profesor, keni bërë një libër voluminos mbi 300 faqe ku flisni për Durrësin urban. Dhe si shtam në Durrës kemi gjurmë të antikitetit, kemi gjurmë të periudhës bizantine, kemi gjurmë gjithashtu të mëdha dhe të perandorës osmane, dhe kemi një realitet të depresionuar të komunizmit dhe post-tij, i cili gjithashtu është prezent aty. Zhvillimi ekonomik i një vendi dhe zhvillimi urban, është detyrimisht dhe një zhvillim kulturor si parim në shkencën e urbanistikës? Po. Zakonisht kur studiojmë qytetin, kemi dy këndvështrime të mëdha. Nga një krah kemi këndvështrimin e qytetit fizik dhe nga krau tjetër kemi këndvështrimin e qytetit organik, pra të krijuar nga vetë qytetarët, nga mendësia e tyre kulturore, intelektuale, kapaciteti i tyre organizues dhe kështu me radhë. Le të bëjmë një, po themi, ndalim pak tek antikiteti, pastaj vim tek mesjeta. Çfarë i thot qytetit ai amfiteatër? Pra, kur është ndërtuar ai amfiteatër dhe në çfarë konteksti zhvillimor është ndërtuar dhe çfarë funksioni ka pasur amfiteatri? Po. Amfiteatri është ndërtuar në shekullin e dytë pas Krishtit, është ndërtuar për 22.000 vizitorë. Nëse ne shohim në aspektin inxhinieristik, kuptojmë që çdo metër ka brezat e tullave antisizmike, pra në rastet e lëkundjeve sismike, këto tulla supozoheshin që duhet absorbojnë lëkundjen, pra është bërë nga inxhinier vërtet shumë të mirë. Dhe inxhinierët të cilët e kanë menduar në shekullin e dytë amfiteatrin, e kanë menduar nga bazamenti më i poshtëm, e kanë menduar shtres më shtres derisa hapej e gjitha si një kupole madhe. Megjithatë, në këndvështrimin tim ka pasur çështje të korrupsionit në ndërtimin e vet, duke imagjinuar që kemi bërë me një amfiteatër për 22.000 vet dhe duke menduar që galeritë e nënveshme janë shumë të ngushta dhe me zor kalojnë 2 persona paralelisht, kuptojmë që deri diku janë çunguar lekët e ndërtimit në të gjithë kapacitetin e vet. Pra mund të kuptojmë që ka qenë një amfiteatër që donte shumë kohë të mbushej dhe shumë kohë të zbrazej. Deri çfarë viti ka funksionuar për amfiteatri? Mendohet që është ndërtuar në shekullin e dytë mbas Krishtit dhe ka vazhduar për afërsisht 150 vite deri në tërmetin e fuqishëm të 326-s. Pra po flasim për një funksion 150 vite. Amfiteatret kur lindin si një funksion i mishërimit të bashkësisë shoqërore. Janë treguar si një lloj tiranie apo janë treguar si një lloj zhvillimi amfiteatret në klasë? Ka qenë më tepër si një dëshirë ludika, si quhet ndryshe, ose dëshirë arktimesh. Dëshirë arktimesh, sepse një qytet i mirë fillt në aspektin urban të asaj kohe njihte arenat e gladiatorëve më vete dhe amfiteatrin më vete. Kur u bashkua arena së bashku me teatrin, u krija koncepti i amfiteatrit. Kjo gjë ndodhte nëpër qytete të cilat kryesisht nuk i kishin këto të dyja dhe dëshironin që të kishin nga bota edhe romake edhe helene të kishin së bashku në të njëjtin moment.
Pra, mund ta quajmë si një sakrificë investimit në mënyrë që të mblidhej gjithë kjo çështje të jashtë kufive dhe të mblidhen në një investim të vetëm. Amfiteatret në Ballkan janë të pakt, janë 4, mund t'i quajmë si një dëshirë për të sjellë të gjithë botën brenda një ndërtese të vetme. Brenda amfiteatrëve kishte njëkohësisht edhe teatr, po edhe betejë. Nëpërmjet teatrit u tregohej disa vendime qytetarëve, çfarë do thotë marrin disa vendime për të shkuar në betejë, për të shkuar në korrje, për të shkuar në peshkim, dhe të gjitha këto pasqyroheshin me histori. Nëpërmjet këtyre historive ndiqeshin mbase edhe 2 luftime, betejë, por nuk kishte kuptimin mirëfillti i betejës siç mund ta kuptojmë një arenë ushtarake, por e kuptojmë më tepër si një bashkësi ndërmjet artit, muzikës dhe njëkohësisht edhe 2 luftimit. Ndërkohë, ju thatë që në vitet 1300 Durrësi u përball me një tërmet shkatrimtar i cili pothuajse e shkatroi dhe e mbuloi këtë amfiteatër. Cilat ishin efektet e këtij tërmeti? E shkatroi tërësisht, po themi, urbanistikën e atij qyteti? Po. Tërmeti ka qenë tejet i fuqishëm, është i dokumentuar, janë 2 tërmete shumë të fuqishme që kanë ndodhur në qytetin e Durrësit. Njëri është në 326 dhe tjetri 1272, për afër 1300-s. Mendohet se këto tërmete kanë ndryshuar tërësisht të gjithë relievin kodrinor. Është dokumentuar që tërmeti 326-s ka ndryshuar drejtimin e lumit Vjosa dhe ka shkatruar përfundimisht qytetin e Apollonisë. Ndërsa tërmeti 1272 në qytetin e Durrësit gati e kalon qytetin për gati 1 shekull të braktisur, sepse rronojat të cilat kanë ardhur nga kodra me flak dhe duke marrë përpara banesat, ka krijuar një gjendje, mund ta quajmë amullie të vetë qytetit, pa mundësie për të zhvilluar, mund ta konsiderojmë si një qytet me baltë, pra me rënoja të mëdhaja, ku vështirë se mund të imagjinohej dhe të shiheshin rrugët që kishin ngelur. Qyteti përafërsisht gati 1 shekull, nga 1272 deri në 1300 ka qenë një qytet i pajetueshëm. Territore të ndryshme janë pushtuar nga grupe të ndryshme kulturore, duke folur njëkohësisht për slavët, duke folur për popullsitë bizantine, normane, veneciane, të cilët vazhdimisht e kanë parë qytetin si një trampolin për të zhvatur kryesisht, për të marrë materialet e ndërtimit. Qyteti Molfetta përballë qytetit Durrësit në Bari është ndërtuar gati tërësisht nga materialet ndërtimore të mermereve të ndryshme që merreshin nga amfiteatri dhe nga blloqet urbane të qytetit. Venecia ka dokumentuar që përfitonte para të mëdha nga vetë qyteti. Qyteti Raguzës më vonë do të marrë emrin Dubrovnik ose Dobro Venedik, Venecia e mirë, sepse pikërisht ishte territori ku periudha osmane nën qeverisje do të filloi të bëjë tregtin. Pra nëse Venecia e keqe ishte nga krahu tjetër, Dobro Venedik ishte nga krahu i brendshëm. Ndërkohë aty kemi edhe një, po themi, një kala, është muri i kalas, i cili është një dëshmi e madhe gjithashtu dhe tregon për një periudhë të caktuar të zhvillimit të atij qyteti. Është kala bizantine, është kala osmane, kur është ndërtuar ajo kala? Apo ka shtresëzime të ndryshme të periudhave dhe perandorive të ndryshme? Makroinvestimet më të mëdha në aspektin e infrastrukturës janë 2 momente kulmore më të mëdha në qytetin e Durrësit. Njëri që lidhet me shekullin e 4 dhe të 5, që lidhet pikërisht me perandorin Anastas, ishte një mendohet që ishte nga Durrësi. Anastas atë kohë quhet Diokolos, sepse kishte 2 ngjyra sysh, ishte shumë identifikueshëm si një person. Mendohet që ka bërë investime të mëdha në qytetin e tij të lindjes, duke ndërtuar fortifikimet bizantine. Fortifikimi bizantin i qytetit Durrësit mendohet që shtrihej në 7 kilometra linear nga veriu drejt jugut, pra fillonte përgjatë gjithë shpateve të Kodrës, që filloni nga zona Porto Romanes, duke vazhduar përgjatë gjithë shpatit të Kodrës, duke përfunduar drejt asaj që quhet sot Tora Veneciane. Kjo ishte një barrierë e shekullit të 4
natyrore, sepse duhet kuptojmë që në shekullin e 4 nuk ishin lindur akoma fortifikimet kompakte, ashtu siç do t'i njohim në Francë, siç do t'i njohim në Itali, pra fortifikimet ushtarake. Por fortifikimet ishin akoma natyrore, pra fortifikime që të mbahej armiku nëpërmjet barrierave, mureve, hapësirave, mbjelljeve, bimëve të ndryshme, pra luftrat në atë kohë dhe mbrojtjet e qyteteve bazoheshin mbi makro hapësira të mëdha, por jo mbi hapësira kompakte. Me zhvillimin e inxhinierisë, me zhvillimin e artillerisë, qytetet do të fillojnë gjithmonë më tepër të sungohen dhe të tregojnë epërsinë e tyre ushtarake brenda një bërthame më të vogël. Kjo gjë do të fillojë kryesisht nga periudha osmane. Pra në 1501 do të jenë makro investimet e mëdha në ndërtimin e kalasë së Durrësit. Asnjë periudhë tjetër nga 400 deri në 1500 nuk do t'i japi këtë rëndësie fortifikimit ushtarak ashtu siç do t'i japi periudha bizantine dhe periudha osmane. Kemi disa gjurmë të shekullit 11 të kullave të shtuara gjatë periudhës franceze, quhen kullat anxhuine, është vetëm një kull, janë kulla të tjera të periudhës veneciane 12 dhe 13, por edhe vetë torra veneciane është ndërtuar në periudhën osmane. Si është e mundur që të ndërtohet torra veneciane gjatë regjimit osman? Ka patur një bashkëpunim mes tyre? Po. Perandoria osmane dhe Republika e Venecias, pa çka se ne në Libra njohim si armiq, që ka qenë e vërtet, interesi i tyre ishte që gjithë kohës që bënin tregti. Kjo është edhe fakti lidhet me tolerancën e madhe kryesisht shoqërore që kishte Perandoria osmane. Duhet kujtojmë që Perandoria osmane asnjëherë nuk e ka konsideruar veten e saj si një bashkësi një kulturore, por si një bashkësi të shumë kulturave dhe besimeve të ndryshme. Vetë sultanët e konsideronin vijimsinë e Cezarëve, pra të Romës, pra vijimsinë ku bashkojnë popull të ndryshëm. Në këtë lloj këndvështrimi, Perandoria osmane dhe ajo Venecias bënin gjatë gjithë kohës tregti. Dhe kur tregtia nuk shkonte mirë, bënin një luftë të vogël për të vendosur po prap tregtinë në vend. Perandoria osmane ishte ajo që shiste më shumë materiale drejt Venecias, shiste duhanin, drurin edhe grurin. Këtë treja këto gjëra rriteshin në territoret e Shqipërisë, duke pasur fusha të mëdha. Asnjë territor tjetër nuk kishte duhanin, grurin në sasitë që e kishte Shqipëria dhe korridori Egnatia. Në këtë këndvështrim Perandoria osmane shiste drejt Venecias këto tre materiale dhe blente kryesisht materialet e hekurit dhe materialet ndërtimore që i kishin shumë të nevojshme, kryesisht të lidhur me artillerinë. Kishte një kod gjysmë deri diku të shkruar që tregtarët qoftë Perandorisë osmane, qoftë ato venecian nuk duhet i shisnin njëri tjetrit shumë sasi të mëdha të këtyre produkteve dhe asnjëherë cilësinë më të mirë. Pra, osmanët nuk shisin asnjëherë grurin më të mirë, drurin më të mirë dhe venecianët nuk shisin asnjëherë artillerinë më të mirë tek osmanët. Torra veneciane është, mund ta quajmë, një qendër tregtare. Çdo dritare përfaqëson monopolin e një produkti. Nëse ne do të futemi brenda, kemi një hapësirë trumbullakët ku në çdo kënd të ndryshëm të dritares supozojmë një tregtar të një monopoli të hekurit, të barutit, të një mini qendër tregtare, mund të themi kështu, ku ishin disa dyqane, pra disa vatra tregtie. Të monopolit, jo të gjithë produkteve, ato të cilat duhet të kontrolloheshin nga disa familje, nga disa njerëz specifik. Ka disa kënde brenda torrës, është fiks koncepti italian i tregtisë, ku nëse ju flisni në një kënd të dritares dhe vendosni veshin në këndin tjetër, të kundërt të dritares, ju dëgjoni eksaktësisht çfarë tjetri thotë. Kjo ishte një model i pazareve të periudhës italisë në mënyrë që ndonjëherë bëshën edhe çmime spekulative. Pra nëse dikush të një pasur i periudhës osmane do të futej brenda torrës për të parë produktet artillerisë, metaleve, barutit edhe produkteve tjera, ata direkt i thoshin njëri tjetrin, njoftonin njëri tjetrin të rrisit çmimin 2 fish, 3 fish, dhe ishte një çmim i cili ndryshonte brenda pak sekondave.
Kjo ishte edhe, e njëjta gjë është edhe pazari në Bologna, edhe në shumë qytete tjera. Pra mund t'i quajmë pazare ekskluzive të monopolit, ku një seri grup njerëzish të ndryshëm vazhdimisht pazarin e konsideroshin edhe luftë. Pra nuk ishte në vetvete vetëm një tregti, por ishte më shumë se sa vetë tregtia. Ndërkohë flasim për prezencën e Perandorisë Osmane në rajon dhe veçanërisht në Durrës, ku tashmë ky rajon merr një histori tjetër, me një zhvillim tjetër, po merr dhe një konfigurim tjetër edhe urban. Pra qytetet fillojnë dhe konfigurohen ndryshe, ku fillojnë dhe prezencat e kulteve islame, siç janë xhamit. Si ka qenë qyteti i Durrësit në këtë, po themi, krahasuar me këtë stilin Osman, duke qenë se vazhdimisht ne kemi imagjinuar dhe mendojmë se Durrësi ka qenë kryesisht një stili venecian, një stili, po themi, italian, një stili perëndimor dhe shumë pak gjurmë ka të prezencës osmane. Sa Osman ka qenë Durrësi, po themi, në shekullit 16, 17, 18? Është një pyetje shumë e rëndësishme, themelore për zhvillimin urban të qytetit. Ka disa keq kuptime, ku thohej që qyteti më parë ishte një qytet shumë herë më i zhvilluar. Mirësia e një qyteti dhe aspekti i bllokut ekonomik dhe shoqëror për të prosperuar nuk matet nga shtrirja urbane, por matet nga funksionet e shërbimeve publike. Jo më kot ne sot kemi qytete që shtrihen drejt periferive, po e dim fare mirë problemet sociale, të mobilitetit, lëvizjeve, shërbimeve urbane drejt periferive. Dhe kuptojmë që qytetet tona nuk janë më të mirën e tyre pa çka se sot janë zhvilluar me periferi të mëdha. Pra një qytet i madh, jo detyrimisht dhe është një qytet i zhvilluar, pasi aty mund banojnë shumë njerëz, po jo të gjithë i marrin shërbimet në mënyrë, po themi, efektive. Duke filluar nga periudha osmane, qyteti do të shkojë drejt asaj që quhet eficiencës urbane. Pra eficiencës për një kompaktësie gjithmonë më tepër drejt vetvetes, drejt ofrimit të shërbimeve. Periudha osmane do të sjellë dy koncepte të reja të qeverisjes së territorit. Së pari është koncepti i kasabaut ose kasbaut, dhe së dyti është koncepti i kullijeve të ndryshme, të cilat supozohet dhe ofronin shërbime të ndryshme së bashku me xhamitë e tyre, dhe secila xhami kishte, mund ta quajmë, një funksion të ndryshëm të ofrimit të shërbimeve në qytet. Pra kulijet, për të shpjeguar dhe audiencën, janë komplekset, institucionet, cilat ishin dhe kompleksi shërbimesh, ku xhamia bashkohej me medresen, me hanin, me hamamin, me tregun, pra një kompleks shërbimesh. Një kompleks shërbimesh. Ne në Shqipëri i kemi shkatruar konceptin e nuk është besoj fjala duhur, por e kemi anashkaluar konceptin e kullijeve në momentin kur është themeluar shteti shqiptar. Kur është themeluar shteti shqiptar, kongreset e ndryshme të Komunitetit Musliman të asaj kohe, që nuk ishte kryer akoma një miftini e mirëfillt kombëtare, e pan prioritare të rëndësisë themelore që të dhurojnë infrastrukturat urbane publike të kullijeve, t'ia dhurojnë shtetit të ri të sapo formuar të Shqipërisë. E tillë është edhe shkolla Sami Frashëri në Tiranë, e cila ka qenë pjesë themelore e kullijeve të xhamiave të Tiranës, të cilat janë dhuruar urbanitetit të qytetit për të mirën e zhvillimit urban. Tashmë kthehemi në konceptin e qytetit tonë të Durrësit, pra çfarë do të thonë këto kullije? Kullijet u krijuan në konceptin e parë që në momentin e themelimit të kulturës islame në Konstantinopol dhe të krijimit të Stambollit ditëve të sotshme. Kur u krijuan për herë të parë lagjet në Stamboll, u krijua koncepti multietnik i shumë besimeve dhe qytetërimeve të ndryshme dhe shpërndarjes së tyre urbane dhe krijimit të një Stambolli ku çdo lagje kishte xhamin e tyre. Dhe njëjta gjë ishte edhe koncepti i zhvillimit të periudhës së qyteteve të Durrësit. Qyteti i Durrësit do të ndërtohen 3 xhamit e para më themelore në 1500-s, është xhamia e Bardh ose ndryshe siç quhej xhamia e Sultan Bayazidit,
i cili ishte edhe babai i Sultan Fatiut, i cili do të arrijë pikërisht të qeverisë dhe territorin e Durrësit momentet e para të 1501-shit dhe në nder të babait të tij do të ndërtojë edhe xhamin e Bajazitit. Ne i quajmë deri vonë Bajazit fjalë për fjalë, në periudhën osmane do thotë i bardh, pra sultani i bardh. Ne do të mbajmë edhe këtë lloj etimologjie duke e quajtur xhamia e bardh. Xhamia e bardh ndodhi pikërisht në fundin e zbritjes të poshtme të bulevardit, afër aty ku sot ndodhet edhe Torra Veneciane. Kjo xhami funksionin kryesor e kishte të ofronte shërbime të gjithë atyre marinarëve, të gjithë atyre tregtarëve, punonjësve të doganës, të cilët kalonin orë të gjata përtej mureve të fortifikimit në sheshin e tragjeteve për të ofruar shërbime. Kjo xhami është dokumentuar në 1600 nga udhëtari Çelebi. Në atë kohë, qyteti Durrësit ishte një qytet i fortifikimit ushtarak. Asnjë nuk lejoi që të futej brenda fortifikimit. Edhe vetë Çelebi do të dokumentoj dhe nuk do të lejohet që të futet brenda fortifikimit, sepse vetë fortifikimi ishte një pjesë e rëndësishme e rritjes së bashkësisë komunitare dhe të gjithë shoqërisë. Duke sigurisht elementet e sigurisë kanë qenë ekstreme. Pra edhe një kronikan si Evliya Çelebi i njohur në Perëndin Osmane nuk paska mundur të hyjë brenda këtij fortifikimi. Kishte frikë se mund të kishte sulme, po themi, kishte një vigjilencë ndaj rrezikut të vazhdueshëm. Çfarë tregon ky lloj sigurie ekstreme, nëse mund të themi kështu? Po, kjo siguri ekstreme tregon pikërisht faktin që qyteti ishte shumë i pasur brenda dhe Perandoria Osmane kishte synimin parësor që të mos e tregonte këtë pasuri në ballinën e vetë, në tregtin apo kujdo tregtari që vinte. Duke qenë një qytet periferik, në 1600 do të sulmohet dhe bombardohet nga trupat spanjolle. Në 1700 kalonin anijet veneciane ku nuk i shkonte mirë tregtia dhe biznesi, sulmonin minaret e xhamisë. Kjo është dokumentuar edhe nga historianë shqiptarë të 1600-s. Shumë anije veneciane merrshin shënjesë minaret e xhamisë brendshme të fortifikimit dhe i bombardonin. Kur tregtia e tyre nuk shkonte shumë mirë, pra kalonin afër Begdetit, afër limanit Osman dhe lëshonin artilleri. Në mënyrë që të mos njiheshin minaret, në mënyrë që të kamufloheshin, edhe vetë minarja e xhamisë Fati, e cila ndodhej brenda fortifikimit, quhej kulla përballë, quhej kulla e fikut, sepse kishte një pemë shumë të madhe e cila duhet të mbulonte minaren dhe të mos dukej nga krau i detit. Për periudhën osmane ishte shumë e rëndësishme të mbrohej pazari i qytetit, i cili ishte një pazar i mishit të gjallë, ai forumi bizantin që ne njohim sot, kishte infrastrukturën e ujit dhe do të vi nga periudha osmane, nga periudha e mesjetës dhe gjatë periudhës osmane deri në ditët e sotshme do të vi ajo që quhen banjët romake. Në të gjithë qytetin e Durrësit mund të përmbytet kur bjen shi, vetëm banjët romake nuk përmbyten, sepse sistemi i kanalizimeve është vazhdimisht mirë mbajtur që në periudhën edhe periudhës mesjetës, por edhe në periudhën osmane. Qyteti pra ka pasur pazarin e mishit, e peshkut, ka pasur pazarin e krypës dhe bashkësia e të gjithë tregtarëve të ndryshëm të gjithë rrugës Eknatia e Duhanit, jo më kohë do të ndërtohet edhe fabrika. Pra familjet e qytetit të Durrësit ishin teje të pasura. Këtë gjë e vërteton edhe etimologjia e fjalës kasba ose kasaba. Fjalë për fjalë kasba do të thotë kallama. Kallamat vendoseshin jashtë fortifikimit në mënyrë që të krijoheshin duna ërore dhe të mbaheshin me kallama dhe të bëhej një barrier për ororën dhe mushkonjat. Quhej rreth e përqar kalas, quhej ajo që vendosi llogoria e sultanit, mbahej pastër me gëlqere dhe krijoheshin edhe dunat e ororës me kallamat. Në këtë lloj këndvështrimi qyteti i Durrësit kishte një higjenë si asnjë qytet tjetër i Shqipërisë. Duhet të flasim që qyteti i Durrësit ishte një qytet i rrethuar nga kneta.
për afërsisht 3-4 muaj të periudhës vitit, banorët gjatë mesjetës largoheshin komplet nga qyteti e braktisnin sepse aromat e Knecës ishin shumë të forta. Kur qyteti Osman do të krijoj kasabaun e tij, do të krijoj llogoret, do të krijoj dunat e kallamishteve, do filloi që të tregoj një epërsi urbane në kuptimin e higjienës, në kuptimin e prosperimit ekonomik dhe tregtar. Pra e bën të banueshëm tashmë për gjatë gjithë vitit, që do thotë bënte të shfrytzueshëm për gjatë gjithë vitit. Eksakt. Pra duke krijuar një bërtham urbane vazhdimisht të qëndrueshme buzë detit Adriatik. Përse një shkputje shumë e shkurtër dhe rikthehemi sërish të bisedës për të njohur po themi Durrësin dhe këto sekretet që ndoshta jo çdo kush i di. Mirëmëngjes pas pak në pjesën e dytë. Mirëmëngjes, rikthehemi sërish në studio, jemi me profesor Artan Kacanin dhe pikërisht me librin e tij Durrësi urban para dhe pas pavarësisë. Në këto minuta veçanërisht po njohim atë që ndoshta shumë pak prej nesh e din prej Durrësit. Durrësi ka qenë një perlë urbane ku në qendër të këtij zhvillimi, sipas asaj që po na shpjegonte profesori, janë këto xhamit që janë kompleks, janë kulije. Ju na treguat pak në pjesën e parë për xhaminë e bardhë, e cila ka qenë një kompleks shërbimesh për qytetin. Ndërkohë qyteti ka patur dhe 2 kulije të tjera, pra 2 komplekse të tjera ku në qendër ishte xhamia. Çfarë funksioni ndryshe kanë patur këto 2 komplekse të tjera? Ndë më të vjetrit është pikërisht pra kompleksi kullia e xhamisë Fati, e cila shtrihe pikërisht në qendrën e xhamia Fati është edhe sot ekzistuese, është xhamia e vogël që quhet në Durrës. Është vazhdimisht kanë lindur edhe ndonjëherë keq kuptime në libra të ndryshëm, duke konsideruar edhe xhamin e bardhë buzë Begdeti, duke konsideruar si xhamia Fati. Këtë gabim e ka bërë edhe Çelebi, e kanë bërë edhe shumë të tjerë. Po sepse xhamia brenda fortifikimit, xhamia Fati ishte një xhami shumë ekskluzive. Ishte xhamia e sultanit, mund ta quajmë kështu. Në këtë këndvështrim, kjo xhami nuk i hapej marinarëve, nuk i hapej tregtarëve, por ishte vetëm ekskluzivisht për qeverisjen, kushdo që ishte i angazhuar në qeverisjen e qytetit. Ishte pra ishte një xhami e administratës, mund të themi kështu. Elitës, po themi, udhëheqësve të qytetit. Eksakt. Në të organizoheshin ceremoni të ndryshme, ceremoni të besimit, jashtme, njëkohësisht dhe kishin një funksion edhe të faljes masive të qytetarëve dhe ceremonive. Përballë fushës së xhamisë, ku sot është edhe një hapësirë ndërtuar, një ndërtesë ndërtuar gjatë periudhës së diktaturës komunizmit, ishte një hapësirë e madhe, të quajmë namazi, ku falej, e rrethuar vazhdimisht edhe me diku edhe me shtëpia të vogla, me hane të vogla, çka nuk kupton që vizitorët që vinin edhe nga qytete të tjera ishin njerëz të përzgjedhur deri diku administratorë, të cilët qëndroshin në këto hane dhe ofrohesh edhe shërbimi i mikpritjes. Po jo si dimensioni i xhamisë së jashtme, ku kishte një mikpritje shumë herë më të madhe dimensionit pazarit. Kjo ishte një hapësirë, mund ta quajmë deri diku organizuese e vetë banorëve, të 5.000 banorëve, të cilët jetonin brenda kasbaut të qytetit. Ndërtesa e xhamisë Fati është një ndërtesë geniale, inxhinieristike. Mund të ishin shumë të paktë inxhinierët të cilët mund të ndërtonin një ndërtesë me bazë të gjerë mbi 15 metra nga të dy krahët, mbi 20 metra. Do thonte që inxhinieri i cili ishte angazhuar në ndërtimin e kësaj xhamie ishte një person shumë i aftë që të arrinte të bënte mbylljen e çatisë në një hapësirë shumë të madhe kuadratike dhome. Jo më kot në qendrën edhe të xhamisë është edhe një kolonë e vjetër, e cila luan edhe rolin inxhinieristik të mbulimit të çatisë. Mund ta kuptojmë edhe si një hapësirë gati edhe ceremonish, pra të brendshme, bisedash, kuvendimesh. Do të kujtojmë që për shembull rasti i xhamisë në Prizren ka qenë edhe vendi ku organizua edhe lidhja e Prizrenit. Pra duhet kuptojmë që
shumë xhami të ndryshme në Shqipëri kishin edhe rolin e kuvendimeve të ndryshme, e bashkëbisedimeve të qeverisjes dhe e ndarjes për atë çështjeve të menaxhimit të territorit. Ndërkohë aty ka patur dhe një treg. Sa i rëndësishëm ka qenë ky treg për rajonin? Sa konkurrues ka qenë tregu i Durrësit? Po. Në periudhën osmane zhvilloheshin 2 tregje kryesore. Kjo lidhej me konceptet edhe të ofrimit të shërbimeve të kategorive të ndryshme, duke folur për banorët lokal edhe duke folur për të ardhurit. Xhamia më kryesore, e cila luante rolin e pazarit, ishte xhamia Jakub Jaga, e cila ishte jashtë fortifikimit, pjesërisht edhe xhamia Fati. Ne i kuptojmë xhamiat të cilat kanë një funksion urban, kryesisht nga paradhoma e tyre. Ne sot zakonisht i shohim xhamiat ndonjëherë jashtë orarit të faljes, i shohim të mbyllura ndonjëherë edhe në Berat apo edhe ndonjëherë në Durrës, por këto xhami janë planifikuar dhe janë ndërtuar që të qëndrojnë 24 orë hapur. Pra kanë një dhomë para vendit kryesor të atë që quhet hayati, pra ajo pjesa gjysmë e hapur, nëse mund të themi kështu. Dhe ajo duhet luajë veranda e xhamisë. Po, veranda duhet luajë një rol të mikpritjes, të kujdo, të udhëtarëve të ndryshëm, të tregtarëve. Në Berat quhet xhamia e beqarëve, sepse beqarët supozohet që nuk duhet ktheheshin natën në shtëpi dhe duhet qëndroshin tek xhamia dhe të hidhin një sy dhe të hyrnin pazarin. Pra, xhamiat pikërisht kanë pasur një funksion të lidhjes gëshetimit të funksionit menaxhimit urban. Pjesërisht e ka pasur xhamia Fati me bizneset përgjatë rrugës kryesore të Kalagjit Skala, dhe akoma dhe më shumë e kishte xhamia Jakub Aga jashtë në hapësirën e lagjes Varosh. Në Varoshin e poshtëm aty ku është edhe kumini. Në këtë këndvështrim xhamia Jakub Aga hapej si një dallandyshe, mund të quajmë kështu në hapësirë, ku nga një krah shihte lagjen Kalas me pazarin dhe sheshin Iliria sot, dhe nga krahu tjetër shihte forumin që sot është forumi bizantin, por ishte një shesh i madh tjetër, pazari. Dhe të ndodhej edhe hani 500 vjeçar, një han 500 vjeçar që ka filluar nga 1500-ta dhe është prishur me regjimin komunist në vitet 50, ka qenë simboli mikpritjes së qytetarëve, të udhëtarëve nga gjithë Shqipëria, kushdo që vinte në Durrës, gjëja e parë që bënte, ndalonte tek hani i Beshirëve, i cili ishte përkrah edhe xhamisë Jakub Aga. Përçar këtij ofroheshin edhe shërbimet e tregtisë dhe në krahun tjetër të sheshit Iliria ofroheshin shërbimet më urbane, çka do të thotë bukpjeksi, çka do të thotë shërbime të ndryshme të shitjes vezëve, produkteve të mobilitetit, fushës kuajve dhe kështu me radhë. Pra, qyteti i Durrësit ka qenë për shekuj me radhë një qytet tipik osman, me po themi çarshin, me tregjet, me hanet, me hamamet, me xhamit në qendër të zhvillimit social-kulturor të qytetit, po ndërkohë sot ka pothuajse shumë pak gjurmë ose pothuajse as pak gjurmë të kësaj periudhe. Kur u shndrua po themi Durrësi nga një qytet osman në një qytet po themi, nuk e di çfarë emri mund t'i vendosim, po së paku i fshir nga këtë gjurmë të së shkuarës. Sulmi më i madh filloi me planet rregulluese italiane. Sulmi më i madh filloi me planet rregulluese italiane. Italia filloi të sulmoj gjëja parë në mënyrë të fshehtë. Urbane filloi të sulmoj varresat. Pra në fillim të viteve 1900. 1920. Gjithë e dim që qendra e Tiranës ishte plot me xhami, ashtu edhe Durrësi kishte mbi 16 xhami të ndryshme. Për ka xhamive të ndryshme ishin edhe funksionet e varresave. Konflikti i parë do të lindi me menaxhimin e varresave. Italianët do të fillojnë të kërkojnë që varrezat t'i kalojnë administratës menaxhim publike. Dhe këtu shumë xhami do të fillojnë të humbasin hapësirat e tyre të oborreve, hapësirat e tyre edhe të jashtme të ofrimit të shërbimeve, dhe do të ngelen vetëm si hapësira për ndërtesës për praktikën e faljes. Së dyti, duhet kuptojmë që xhamit filluan të humbasin një funksion kryesor, këtu jo nga sulmi, por
nga dëshira mbi të gjitha, nga dëshira e madhe për të krijuar një shtet shqiptar. Duke dhuruar asete shtetit sapo krijuar shqiptar. Komiteti Musliman i viteve 20-30 do të luajë një rol themelues në dhurimin e shtetit shqiptar të sapo formuar të ndërtesave të ndryshme. Pra pronat VKF të cilat ishin pjesë e Bashkisë Muslimane i kalojnë po themi qeverisë bashkive dhe funksioneve të ndryshme. Rasti më simbolik në Tiranë për shembull është rasti i shkollës në Sami Frashëri, e cila ka qenë pjesë e kullive të xhamiave të ndryshme të Tiranës. Dhe është dhuruar bashkisë shtetit shqiptar në mënyrë që të bëjë një qeverisje territoriale deri diku më civile. Do të kuptojmë që drejtuesit në atë kohë të Komitetit Musliman kishin dëshirë të madhe për të bashkëpunuar. Kishin dëshirë të madhe, por intrigat urbane italiane ishin shumë të mëdha. Sheshet e mëdha të ndryshme të qyteteve do të merren dhe shumë barreza do të spostohen. Do të kujtojmë që në këto barreza do të lindi ai dizajni i parë arkitektonik. Italianët do të tregojnë planimetritë e para, projektimet e para në Shqipëri do të jenë të varrezave nga italianët, duke treguar deri diku një qytet kopësh, duke treguar atë estetikën e kopshtit, e mbjelljes pembe të qiparisit, e një rrysie urbane kopësh në qytet. Aq shumë do të shkojë kjo e modës, saqë shumë vila që do të ndërtohen në bllokun e Tiranës do të kopjojnë dizajnin e varrezave, duke marrë pemët e qiparisit që janë dedikuar për varrezat, edhe duke i mbjellur brenda oborreve të vilave të reja italiane që po linin në vitet 20-30. Ju po të isni sot në bllokun e Tiranës të gjeni vila me pemë qiparisi. Pemët e qiparisit ishin pjesë e estetikës së varrezave. Këta njerëz filloshin të kuptonin modën italiane që italiani po impononte tek ne. Tashmë çdo gjë që ishte oksidentale, çdo gjë që ishte perëndimore, pavarësisht edhe nëse ishte po themi e dimensionit të varrezave, merre, përthithej dhe jetësohej. Eksakt. Pra, do ketë shumë korespondenca të ndryshme ndonjëherë edhe paqartësisht. Deri diku të gjithë personat që merreshin me oborrën dhe mirëmbajtjen e xhamiave ishin njerëz që paguheshin nga komuniteti musliman. Do të fillojë edhe ajo që quhet kapja e këtyre punonjësve, kapja e këtyre punonjësve nga administrata publike, për t'i dytëzuar ose për t'i dhënë ato rrogën e tyre ose për të futur një person tjetër të cilin t'i nxirrte jashtë loje këto persona. Ishte një lojë deri diku edhe pisët, në kuptimin e administratës publike, për të nxjerrur shumë njerëz jashtë funksionit tyre, jashtë rrogave dhe jashtë menaxhimit urban. Kjo do të fillojë edhe në Durrës, unë kam gjetur vazhdimisht dokumentat ndryshme të korrespondencës bashkisë ndërmjet shtetit shqiptar dhe bashkisë, të cilët komunikojnë ndërmjet njëri tjetrit dhe bëjnë çmos që të nxjerrin jashtë loje të gjithë këto punonjës të kullijeve, me urrejtje deri diku, me dëshirën për ta transformuar këtë gjëje. Në këtë këndvështrim pra shumë xhami nga një krah do të kurrën nga aspekti i tyre i aftësisë menaxheriale, por nga krau tjetër nuk do të mungojë edhe vullneti dhe dëshira e mirë për të dhuruar asete shtetit të ri të sapo formuar. Besoj pas edhe luftrat botërore lanë gjurmët e vet, pastaj dhe prezenca e regjimit komunist ateist, besoj që i dha dhe një goditje të madhe kësaj trashëgimie shekullore osmane. Po. Regjimi komunist kishte diktatura në Shqipëri, regjimi komunist kishte probleme të mëdha ose mangësi të mëdha në aspektin e të pasurit miratimin e popullsisë shqiptare. Ishte një mendësi politike e importuar nga jashtë, që erdhi me dhunë gjatë luftës, dhe që ndikoi një mendësi shoqërore kulturore të jashtme nga Shqipëria, duke kopjuar kultura slave, kultura të tjera të cilat ne deri diku i kishim luftuar për të mbajtur një rezistencë tonën. Kur regjimi komunist do të vinë në Shqipëri, gjëja e parë që do të bëj është së pari do të ndryshojë të gjithë etimologjitë e lagjeve dhe urbane, duke i vënë edhe nofka tjetër për tjetër, duke i zhdukur nga hartat, duke i zhdukur nga kujtimet
dhe nga memorjet. Pra e para do të jetë së pari sulmi etimologjik dhe sulmi lagjeve. E dyta do të fillojnë një politikë të degradimit të hapësirave. Në hapësirën e xhamisë Varosh dhe atë Fati do të vendosen shtëpia dhe banja të ndryshme. Në xhaminë e madhe do të ndërtohet afër xhamisë vogël, xhamisë madhe do të ndërtohet banjo publike e qytetit në hyrje të shkallëve të xhamisë. Ndërsa brenda xhamisë Fati do të jepet leje një familje të ardhur nga jashtë qytetit, do të jepet një barake pa sistemin e infrastrukturës kanalizimeve ujrave të zeza. Dhe nga punonësi i strehës, i shtëpisë për gjatë regjimit komunist, do të saktohet një familje që të jetojë në këtë ndërtesë. Nga ai moment do të fillojnë dokumenta duke sulmuar institucionin fetar, Myftininë e Shqipërisë, se si ato kishin lënë një barake shkarkime të ujrave të zeza që të ndodhnin tek banjo dhe tek hapësirat e oborrit të xhamisë Fati. Duke ia dhënë fajin dhe duke i sulmuar komunitetin dhe menaxhimin musliman për atë çfarë ishte pjesa më e ndjeshme për besimtarin. Duke i sulmuar, duke i thënë që ju jeni të papastër, ju nuk menaxhoni hapësirën e juaj, dhe njëkohësisht njëjtën gjë edhe me banjon. Këto do të jenë dy sulme urbane, që në pamjet parë nuk duken si sulmet mirëfillta, por nëse ne e kuptojmë si dëshirë e vullnetit politik për të bërë këtë ligjë, kuptojmë që ka ngritur trazira, pra ka qenë një synim i keq për sa i takon kësaj ligjëre. Sepse kur e lexojmë pamjet parë, kuptojmë si diçka organike, banjo aty apo një shtëpi, por ndërkohë nuk është e tillë, është pikërisht e dëshiruar për të shkatruar dhe për të krijuar këtë lloj trazire menaxheriale. Vazhdimisht ishin dokumenta të ndryshme, të cilat policët e komisariatit të Durrësit i tërhiqnin vëmendje pikërisht për higjienën publike e drejtuesve të administratës publike. Nuk duhet harrojmë asnjëherë që regjimi diktatorial i tregoi e përsinë e vet në institucioneve fetare që në 45-ën me burgosjen e imamit të Durrësit, muftiu të Durrësit Mustafa Varoshi. Zoti Varoshi ishte një personat më të spikatur, më intelektual që kishte pasur qyteti dhe mbas akoma sot. Profesor, të falenderoj shumë për këtë bisedë, të falenderoj për librin, për punimet tuaj, për pasionin që keni për Durrësin dhe për gjithçka që është autentike, origjinale jo vetëm për Durrësin, por për gjithë popullin shqiptar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miq, këtu mbyllet këtë takim sotëm, ishim me profesor Artan Kacanin. Ju ftoj që ta lexoni këtë libër, ju ftoj që të lexoni gjithashtu dhe botimet të cilat ai i ka gati nga biseda jon private, i ka gati për t'i paraqitur publikut shqiptar, ku aty ka shumë të pathëna, ka shumë të padëgjuara, të cilat janë realisht vlerë e shoqërisë shqiptare. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru takosh.